Përshëndetje nga Lazare Klinik. Sot jemi me Arlindin, që është një gazetar prezantues. Përshëndetje Arlind. Arlindi sot ka vendosur që të përmirësoj imazhin e tij nëpërmjet mbjelljes së flokut. Do doja të shikoni më konkretisht edhe problematikat e flokut të Arlindit. Në rastin e tij, kemi për të përmirësuar linjën frontale, ne kemi parashikuar që të marrim rreth 3500 grafte. Metoda që do përdoret për mbjelljen e flokut është metoda DHI, ku rrënjët e flokut vendosen në mënyrë direkte, japin dendësi maksimale dhe rezultati final është 100% natyral dhe i padukshëm. Dhe tani le të vazhdojmë me procedurën. Gati Arlind? Gati. Ka kaluar 7 orë nga momenti që ne filluam procedurën, siç e thamë edhe më parë, në rastin e Arlindit ne implantuam 3500 grafte, 3500 rrënjë floku me metodën direkt herimplant, me metodën DHI, metodë e cila na lejon që ne të punojmë me flok të gjatë, pa shkëpuar flokën. Si ishin 7 orët për ty Arlind? Ditë intensive, po gjithsesi shumë i kënaqur nga i gjithë stafi këtu, shumë profesionist, në çdo hap shpjeguan çdo gjë, që të më bënin më të lehtë dhe mua për të kuptuar se në çfarë fazë isha dhe çfarë po kaloja, dhe kjo ma lehtësoi procesin, duke qenë se edhe nga ana emotive është disi ndryshe, kush e ka për herë të parë dhe kush e eksperimenton, kush ofrohet për herë të parë, të themi kalon një fazë emocionale. Por gjithsesi stafi ishte shumë profesionist dhe ma bën shumë të lehtë. Faleminderit, shifemi mbas 7 muajsh tani. Patjetër. Faleminderit juve.